Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Në këtë moment, gjithçka që duhet të bësh është të jesh këtu. Gjej një pozicion të rehatshëm, ulur ose shtrirë, dhe lejo trupin të fillojë të relaksohet. Mbylli sytë ngadalë dhe merr një frymë të thellë. Mbaje për një moment dhe nxirre ngadalë. Edhe një herë. Merr frymë thellë dhe lëshoje çdo tension që mban brenda vetes. Lejo mendjen të qetësohet dhe përqendrohu vetëm tek frymëmarrja jote. Ndjeje se si ajri hyn në trupin tënd dhe se si del duke larguar çdo stres, çdo lodhje. Fillo të ndjesh trupin tënd duke u rënduar. Këmbët të relaksuara. Duart të buta. Supet duke u liruar nga çdo peshë. Balli yt është i qetë. Fytyra jote është e relaksuar. Dhe e gjithë qenia jote është në paqe. Tani imagjino një dritë të butë. Një dritë të ngrohtë, që vjen nga lart dhe zbret ngadalë drejt teje. Kjo dritë është shërim. Është energji e pastër. Ajo mbart qetësi, dashuri dhe forcë. Ndjeje si kjo dritë prek kokën tënde dhe fillon të rrjedh ngadalë në përgjithë trupin. Ajo shëron çdo pjesë të lodhur, çdo dhimbje, çdo tension. Nëse ka një vend në trupin ose në zemrën tënde që ka nevojë për shërim, lejoje këtë dritë të qëndrojë aty pak më gjatë. Ndjeje ngrohtësinë. Ndjeje qetësinë. Ndjeje sikur gjithçka po bëhet më e lehtë. Përsërite në mendjen tënde ose me zë të ulët. Unë jam e sigurt. Unë jam në paqe. Trupi im ka fuqinë të shërohet. Unë e pranoj shërimin në jetën time. Unë jam e plot dhe e fortë. Tani, fillo të rikthesh vëmendjen tek frymëmarrja jote. Ndjej trupin tënd dhe vendin ku ndodhesh. Lëviz lehtë gishtat e duarve dhe këmbëve. Dhe kur të jesh gati, hapi syt ngadalë. Merr këtë ndjenjë paqeje me vete, gjatë gjithë ditës. Faleminderit që medituat me mua. Nëse kjo video të ndihmoi, mos harro të abonohesh dhe të ndash me të tjerët, po ashtu dëgjojeni çdo ditë që ta përmirësoni shëndetin tuaj.